Ja, mirë se erdhët, ju përshëndesim nga Këndi Kuzhinës së bashku me zonjën Vjollca. Sot është ditë e njëjtë, të përshëndes, mirë se të gjej. Dhe unë zbulova pak më parë se ku do t'u udhëtojmë sot, nuk e dia dëgjove, ju thash anvisave jemi në Rusi. Po. Një pjatë tradicionale ruse. Po, nga më tradicionale. Rusët i përdorin shumë suprat dhe sallatat, po një nga supat e tyre më të përdorshme dhe nga që stinati është vërtet shumë ftohtë, është supa borsh. Domethënë edhe po ta gjeni në ndonjë menu kudo që t'jeni, në çdo vend të botës, dihet që kjo lloj supe me këtë emër është tradicionale ruse. Dhe pikërisht për këtë ne ju kemi prur sot anvisave supën borsh. Për të realizuar këtë recetë na duhet 500 gram mish viçi. Unë bëra zgjedhjen me mish viçi për arsye se supa borsh mund të bëhet me mish derri, mund të bëhet me mish pule, me çfarë të keni ju preferencë. Po mendova që të jem brenda për të gjithë. Mora mishin e viçit. Mish viçi tek EHV-ja, tull. Dhe e kam prerë gjysmën, do ta pres dhe gjysmën pak më vonë. Pastaj, për të realizuar supën komplet, na duhen një qep e madhe ose 2 të vogla, 2 karota mesatare, 2, kjo është karakteristikë se ato e përdorin shumë panxharin e kuq. Kryesisht edhe në sallata, dhe të zjerë dhe të grirë në rende të pazjerë. Atëhere, kemi 2 panxhar të kuq, kemi 2-3 domate, në varet si madhësisë, kemi pak krem për t'ja hedhur fare në fund kur ta servirim supën, kemi një deg selino, 2 lug salc, gjethe dafine, krip patjetër, 2 thelpi hudhër, kemi 250 gram lakër, që do ta grim holl lakërën dhe vendosim përsëri në supë. Sa shumë perime. Dhe 2 patate, të gjithë këto përbërës së bashku, duke respektuar radhën se si do t'i gatuajmë ne. Mendoj që do të sjellim një... Unë them që mendoj do ta sjellim tamam. Tani nga përbërësit dhe nga mishi dhe nga këto që numëruam, ne më duket si një gjellë në fakt. Po, pse gjellë është, se është diçka... Po që e ka emri supë, mendoj se është diçka e lëngshme kur e mendojmë supë? Po, ato ndoshta supën, se di. Në fakt thuhet që kuzhina ruse është shumë e çuditshme, por shumë e shijshme, sepse ka shumë përbërës, shumë perime, brumrat. Ato dhe mishin e veshin në brum, kryesisht mishin e grirë, e veshin në brum, po ndoshta dojë një kohë dhe më gjatë, prandaj unë sallatrat i bëjnë me mishra. Mishin e konsumojnë shumë. Nuk mund të themi që është sallat kur ka mish. Ato kryesisht, po të shikosh... Prandaj quhet e çuditshme. Dhe mish derri kishin në sallat. Nuk diskutohet pastaj prosciuta e çfarë janë këto panceta e këto që i përdorin goxha, por edhe sallatat me mish pule ishin pambarimisht. Por ka një sekret, ka një gjë. Ata nuk e servirin sallatën siç e bëjnë dhe ta nxjerrin. Është ajo dekori që bëjnë dekor edhe forma nga më të ndryshme për të realizuar një sallatë. Do mundohemi edhe ne. Duke qenë se i kanë të shumta edhe përbërësit janë të çuditshëm ne e tham. Jo, përbërës që gjinin edhe të shumë kollaj. Jo, ndërthurja, ndoshta kombinimi i tyre. Mirë, nisim nga puna. Po, patjetër. Do të presim fillimisht mishin në kubik. Të gjitha perimet zonja Vjollca i ka prerë në kubik të vegjël. I kam prerë për arsye se unë nëse do rria të prisja kubikët, harxojmë shumë kohë. Lash vetëm patatën që të gjitha këto domatja, panxhari kuq, qepa janë të një madhësie dhe është e dukshme se si do t'i pres, mënyrën si ta pres. Atëherë mishin do ta presim në kubik. Do t'japim një kaurdisje mishit direkt në tenxhere dhe do t'a lëmë që të zjej, duke vendosur brenda gjithë dafine. Pastaj përbërësit e tjerë, do t'i vendosim në një tigan dhe do t'i shtojmë, do më të punojmë paralelisht këtej të skuqin, të kavordisim, të tresim. Në një tigan mishin, në një tigan perimet, por e rëndësishme është të kemi vëmendje për të ndjekur radhën se si do t'i hedhim perimet, njëra pas tjetrës. Fillimisht kalojmë mishin. Patjetër, do të gatuajmë sot me vaj ulliri. Po, në momentin që e hedhim mishin për t'u kaurdisur dhe shohim që e kemi vënë pak në terezim me perimet, më thuaj zonja Vjollca, për të ndjekur atë materialin karakteristik që e kemi çdo të enjte për kuzhinën e vendit përkatës. Menjëherë, unë ja këtu do vendos përsëri pak yndyrë, por në këtë rast do të hedh shumë pak vaj solej për skuqje, si gjithmonë që përdorim. Nuk ka kolesterol, kështu që është 100% vaj lule dielli dhe është i shëndetshëm. Pra, këtu do të hedh qepën, pak fare vaj. E para është qepa.
Nga perimet. Dhe këtu do të hedh vajin, më falni, mishin. Atëherë, mishin e hedh me njerë, për arsye se nuk duar që Që të ngjitet nëse është edhe vaj. Nuk dua që vaj të më nxehet shumë të më digjet. Me njëherë këtu mishi do të filloj, tani këtu e lëm vajin. Vaj për skuqe, mund ta lëm pak që të nxehet mirë. I hapim këto pllakat të treja. Dhe këtu do të vazhdojmë me qepën. Mbas qepës do të hedh karrotën dhe panxharin. Ndërkohë, juve mund të vazhdojmë me insektet. Vazhdojmë me qepën edhe me mishin, ne do të rikthehemi shumë shpejt, do të ndjekim vetëm një material të shkurtër që flet mbi kuzhinën tradicionale ruse, tiparet karakteristike të artit kulinar rus dhe jo vetëm, edhe diçka mbi kulturën. E ndjekim. Rusia, shteti më i madh për nga sipërfaqja, me rezervat më të mëdha botërore të mineraleve dhe energjisë, konsiderohet superfuqi e energjisë. Njëherësh ka edhe rezervat më të mëdha të pyjeve, ndërsa liqenet e saj përbëjnë 1/4 e ujrave të ëmbla të botës. Kultura ruse ka një histori të pasur, tradita të forta dhe një art të zhvilluar, sidomos kur është fjala për letërsinë, filozofinë, muzikën klasike, baletin, arkitekturën, pikturën dhe kineman. Sa i përket kuzhinës ruse, ajo është e lidhur me mënyrën e jetesës dhe me historinë e popullit rus. Ajo është influencuar nga kulturat e ndryshme, etnit dhe fet që janë prezent në territorin e gjerë të vendit dhe ka grumbulluar në vetvete pjata që më parë u përkisnin perandorisë ruse, më pas Bashkimit Sovjetik dhe së fundmi Federatës Ruse. Si rjedhoi pjatat, receta dhe zakonet e të ushqyerit ndryshojnë në mënyrë të dukshme në krajina të ndryshme të vendit. Baza e të ushqyerit në pjesën më të madhe të popullsisë, dikur përfaqësuar nga fshatarët, ishte e përbërë nga drithrat dhe perimet, të cilat përdoreshin për përgatitjen e sallatrave, suprave, qullrave, bukës dhe prodhimeve të tjera të ngjashme. Një shprehje popullore thot "Shi e kosha janë ushqimi ynë". Me suprave kujtojmë edhe okrushka, bodvinja dhe rasolmik. Ndër pjatat tradicionale bëjnë pjesë një shumëllojshmëri suprash dhe gjellësh, ndër të cilat më të famshme janë ato me bazë nën produktesh të qumshtit, tipike ruse. Një tjetër nën produkt i qumshtit tradicional është gjiza, me të cilën përgatiten syrniki, petulla gjize. Kisha ortodokse ka influencuar shumë kuzhinën ruse. Në më shumë se gjysmën e ditëve të një viti, ishte i parashikuar agjërimi, prandaj nuk mund të konsumoheshin disa kategori ushqimesh. Për këtë arsye në kuzhinën tradicionale ruse, bizotërojnë pjata me kërpudha, peshk, grur, perime, fruta pylli më shumë se sa mishi. Shumë pjata, ndoshta tradicionale, kanë analogji me kuzhinat e vendeve të tjera, si lakra tushika, stravecat, kërpudhat porcinit të thata e të tjerë. Shumëllojshmëria e suprave i dedikohet sasisë së madhe të drithrave të ndryshme që kultivohen në Rusi. Veç të tjerash, veçantia në kuzhinën ruse është se kokrat e çdo lloj drithi përdoren të plota apo të grira në forma të ndryshme. Sallatrat janë një tjetër pjatë që nuk mungon kurrë në tavolinën ruse. Ndërto përmendim sallatën e famshme ruse, si edhe sallatën që mban emrin e strategut të madh rus Kutuzov. Besohet madje se recetën e kësaj sallate e shpiku vetë Mikhail Kutuzov. Midis përbërësve të sallatës janë mish viçi i zier, serdele të kripura, gurmas lope, panxhar i zier, karrot, selino, kastravec dhe kërpudha të marinuara. Ndër pjatat tradicionale me bazë mishi mund të përmendim kolodec, mishderi ose viçi gatuar me erëza të shumëllojshme dhe perime. Pelmeni është një tjetër gatim tradicional, mish i grirë i mbështjell me petë shumë të holla
të bëra me miell dhe qumësht. Piroshki është një lloj byreku i cili mund të mbushet në mënyra të ndryshme, duke filluar që nga mishi dhe deri tek perimet apo jeshillëqet. Nëse shkoni në Rusi, me siguri do të dëgjoni dhe do të shihoni blinin, pite të holla si krepa të bëra me gjalp. Ky lloj gatimi kishte një rëndësi rituale për popujt slav në kohët para Krishtit, pasi për ata blini ishte një simbol i diellit për shkak të formës së tyre të rumbullakët. Ato përgatiteshin tradicionalisht në fund të dimrit për të nderuar rilindjen e diellit të ri. Buka nuk mungon në asnjë vakt, ajo kryesisht është bukë e zezë thekre, ku shumica e rusëve e gatuajnë vetë. Një pije tradicionale ruse përveç vodkës së famshme, e cila pihet më shumë në fundjavë dhe në festa, është gvas, një pije e fermentuar bërë nga buka e thekrës. Gvasi ka përmbajtje shumë të ulët alkooli, as 1%, dhe për këtë arsye konsumohet nga të gjithë, përfshirë edhe fëmijët. Ky ishte materiali përmbledhës i artit të gatimit rus, e dëgjove zonja Vjollca apo jo, krosh ka më bëri përshtypje nga këto supat ruse, tradicionale ruse. E kemi prur në emisionin tonë supën o kroshka, po supë o kroshka është një supë e ftohtë. Dhe bërë kështu si me kose, me hollot, kosi, me shumë asortimente. Me perime? Me perime, me deri ke panxari bardh, është një supë shumë e shishme. E bëjmë prapë në një herë tjetër. Do ta bëjmë ndonjëherë tjetër, më pëlqeu si. Atëherë, më troqe vëmendjen. Kujdes. E dogje qepën? Jo, nuk e dogje qepën, po t'isha zgjatur dhe qik me ty do t'a digja. Tani do t'hedhim qepën, këtu është i gjithë sekreti i supës, është që ne qepën duhet t'a kaurdisim derisa ajo të filloj të marrë një ngjyrë të tejdukshme. Ndryshe nga gatimet e tjera, vetëm sa e zverdhin pak. I kaurdisim tani karrotat së bashku me qepën, i hedhim një deg selino, i kaurdisim gjitha së bashku, ndërkohë mishi do t'a lëm derisa të rridhe pak, të bëhet pak krokant, dhe më pas do t'i hedhim ujë, s'është nevoja, mbasi ne kemi me mish goxha, mish viçi në të, dhe mish të freskët, nuk është nevoja që të hedhim koncentrate të tjera. Ato që nuk kanë fort mish, ose mish të tillë, sigurisht mund t'i hedhim dhe koncentrat për ta përforcuar lëngun. I kaurdisim të gjitha së bashku dhe cilën do tani? Do të hedhim tani panxarin e kuq. Supa borsh ka një karakteristikë që është në një ngjyrë të kuqe të fortë dhe sigurisht salsa dhe domatja ja japin këtë, po jo aq fort sa do t'ja jepte dhe panxari. Kjo është karakteristika në fakt e kësaj supe, edhe ka urdisim mirë këtu për 5 minuta. Ndërkohë, tash do punojmë paralelisht, mishi filloj të bëhet pak kështu krokant. Ndryshoj ngjyrën edhe të marrë faqen. Atëherë, i hedhim ujë. Sigurisht do që duhet të zihej pak. Do të na mbushesh me ujë të ngrohtë, do të ma lësh këtu se do shohim në fund se sa do të na duhet. Këtu tek vazhdojmë kaurdisjen. Tek mishi do të hedhim 2 gjethe dafine, 3 gjethe dafine. Hindëm aty, mos ma iq. I vëm kapakun mishi. Shko si ndryshojnë ngjyra direkt nga panxari, imagjino të hedhim domaten, salsën e domates. Sigurisht. Është një gatim në fakt që zgjat pak në kohë se ka këtë angazhimin, po ja vlen sepse është shumë i shishëm. Është tradicional rus dhe karakteristike në fakt, sipas edhe insertit që ndoqëm me të gjitha ish-vendeve sovjetike. Është një supë që e përdorin pothuajse të influencuar. Mirë, zonja Vjollca, të shkëputemi për hapësirën e parë publicitare. Do të rikthehemi sërish për të vazhduar supën borsh, publicitet. Rikthehemi në këndin tonë të kuzhinës, jemi duke gatuar traditën ruse. Zonja Vjollca, në çfarë faze jemi në mënyrë që të përshpejtojmë punën? Tani jemi gati në përfundim. Të gjithë përbërësit këtu pothuajse janë tretur. I vendosim, i hedhim brenda në tenxhere ku kemi supën.
Pra gjitha perimet në kubik, i ka urdisën në intigan më vete, tek tenxheria tjetër kishim vërmishin? Po, aty është sekreti, vetëm që të gjitha të ka urdisen njëra pas tjetrës. Tani këtu do të hedhim të pa ka urdisura patatet. Vetëm patatet edhe lakrën nuk ka urdisen, hidhen kështu. Hidhen kështu të gjalla, në fund. Me sa duket nuk ka urdisen që... Të mbajnë ndoshta atë mos treten, mos... Do të hedhim 2 thelbit e hudrave të grira shumë hollë, kështu. Dhe majdanos dhe kopër së bashku. Në fund, fare, do t'i rregullojmë me krip. Këto t'i lëm pak për dekorin në fund? Po. Ja, është e mjaftueshme. I trazojmë. Dhe kjo është tani supa ruse borsh. Është gati. Ne e thamë që karakteristike. Tani që të valoj Sigurisht. në një temperaturë mesatare. Sa do t'i duhet lakrës dhe shtojmë edhe pak patateve për të zier. Patateve për të zier. Karakteristike është ngjyra e kuqe që kanë marrë, ndoshta lakra dhe patatja e thyejnë paksa ngjyrën e kuqe që kanë marrë për shkak të panxharit dhe salcëve që hodhëm. I vëmë kapakun. Okej. Dhe? Ja ka përfunduar. I lexojmë edhe një herë përbërësit shumë shpejt për t'i shkruar anvisa zonjat tona të shtëpisë dhe për ta gatuar në shtëpitë e tyre. Jemi sot në traditën ruse, ju na keni ndjekur supa borsh e Rusisë, ka këto përbërës: 500 gram mish viçi, 2 kokra patate, 1 panxhar, 2 karota, 250 gram lakër e bardhë, 2 kokra qep, 3 kokra domate, 2 lugë gjelle salcë domate, 2 gjethe dafin, 2 thelpinj hudhër, pana guzhine erzak. To janë përbërësit, shumë përbërës, po jo që nuk gjende në shtëpitë tona, për të realizuar supën që sapo e përgatiti zonja Vjolca në këto momente të pjesës së parë të gatimit. Tani shkëputemi për publicitet dhe edicionin informativ dhe rikthehemi për pjesën e dytë të gatimit tonë. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit, sot kemi në tryezën tonë sërish produkte për sjellje një tjetër recetë ruse, kemi përfunduar supën borsh të gatimit rus, do të servirim pas pak me njëherë sa po të realizojmë recetën tjetër. Çfarë është kjo receta? Theksova që përbërës kryesor në recetat ruse edhe në salata është mishi. Mishi. Dhe prapë si mund të themi salatë, është një lloj sallate që mendoj që mund të zvendësoj dhe bukën dhe ka sallata ku ne mund të përdorim brenda dhe pataten, ka sallata të ndryshme ku përdoret mishra, moll, fruta. Janë pafundësisht sallatat. Ajo më tradicionalja, tani që e din gjithë shqiptarët, është sallata ruse, që ne zakonisht e sjellim tryezat tona për vitin e ri. Edhe nuk do themi ndonjë gjë të re, po ta gatuanin sot. Po, unë mendova të sjell një sallatë tjetër, që thash ndonjëherë sallatat marrin emrin me emrin e dekorit të tyre. Edhe pse në qendër të sallatës përbërës kryesor është djathi, është mishi pulës, është dhe majoneza. Pastaj me përbërësit e tjerë mund të luajmë. Unë zgjodha njërin prej tyre ku përbërësit për të realizuar një recetë me një pamje luleje. Prandaj lexoj tek menuja sallat lule dielli. Po, është mishi pulës, 300 gram, 400 gram, varet se sa të madhe ta bëni ju pjatën e sallatës, 200 gram kërpudha të konservuara, të marinuara, por do të keni kujdes që gjithmonë këto kërpudha, kur i blini të gatshme në kavanos, duhet i shplani mirë për arsye, është njësoj si puna e turshisë, që ndoshta turshia ndonjëherë ka në masën e duhur kripën, kërpudhat e kanë paksi më tepër, kështu që duhen shplar mirë. Atëherë do të kemi 200 gram djath kaçkavall, do të kemi 4-5 kokra vezë, ku do t'i ndajmë të bardhat nga të verdhat, kemi ullinj të zi dhe përbërës kryesor në të gjitha sallatat në Rusi është majoneza. Unë nuk kam nxjerr vaj dhe kam thënë për të realizuar majonezën, në herë themi që ka shumë kalori. Është njësoj sikur do të hidhnim gjellës ose sallatës shumë vaj. E shoqëruar pra me vezë të zjerë. Edhe kujdes, gjithë këto përbërës këtu mund të jenë për 6 deri në 8 persona një sallatë e tillë, prandaj se nëse do ta konsumoshin 2 vete ose 4 veta, vërtet është pak kalorazh i tepërt. Edhe patatinat kemi? Po, patatinat, po. Do t'i merrni nga ato patatinat me pako për të realizuar gjethet e lules që ne do të bëjmë në fund. Janë më shumë dekorative. Mishin do t'a zjejmë me pak krip
dhe do ta coptojmë me dorë. Që ne kemi bërë gati sigurisht për efekt kohë. E bëm gati për efekt kohë, se shtresa e parë pra është mishi. E hapim në të gjithë sipërfaqen e pjatës, marrim një pjatë të cekët, jo nga ato pjatat e thella, e hapim mirë të gjithë mishin e pulës. Unë prandaj kisha edhe këtë pjesën tjetër, që po mos të na dilte, ta plotësoshim. Është e mjaftueshme besoj si për një stres. Po, për një stres është e mjaftueshme. Tani, do të marrim edhe do t'i hedhim majonezë. Edhe një qikë këtu gëshërën. Ndërkohë më thej që vezët duhet që të ndahen, janë të zjera, po që po, e verdha duhet duke ndarë të bardhën nga të verdha të veçë. Atere, majonezën e hedhim shumë pak, se do të hedhim pothuajse në disa shtresa majonezë, ja. Majoneza në këtë moment luan rolin për ta ngjitur përbërësin e parë me përbërësin pasardhës. Pra, për të ngjitur këtu mishin e pulës me kërpudhat i dhe majoneza. Shtresa e dytë është me kërpudha, thash që do t'i shpëlani shumë mirë kërpudhat. Ja dhe shtresa e dytë. 200 gram kërpudha është e mjaftueshme. Ndërkohë pasi ti ndaj të bardhën dhe të verdhën, e verdhën duhet të shtypur? Të verdhën do të ma shtypësh mirë sa më fort me pirunin. Ja, u hap edhe shtresa e dytë. Përsëri do të hedhim pak majonezë. Hedhim qik më pak tani, gjithmonë duke rudhur pak dorën. Kam përshtypjen se kjo e verdha e vezësh do jetë efekti i ngjyrës lule diellit. Ta shohim çdo ndodhi. Si e the që për shkak të dekorit marrin edhe emrin recetat. Tani u bëm pra shtresa e parë mishi pulës, jo me thik. Të prerë me thik, e kemi prerë me thik njërë mishin e pulës. Që mos jetë dhe shumë i holl fare. Në drejtim të kundërt me fijet, dhe pastaj dalin fijet e shkurtra dhe i coptojmë me dorë. Pra, shtresa e dytë tani do t'jetë me të bardat e vezëve. Ato duheshin në ndonjë formë të caktuar apo jo? Ska problem, ja, vazhdoj unë t'i gri këtu në rende, ma jep edhe rende. Zirja e vezëve duhet t'jetë e fortë. Vezët duhet zirë shumë, jo pak, ja. E grim të bardhën e vezës. Edhe këto kur ndahen nga njëra tjetra, çfarë do lloj gjësh që mund të bësh që mund t'i grish, prap nuk është se bashkohen. Rinë kështu si veç e veç, apo jo? Në shtresën e sallatës, e bardha dhe e verdha. Po, nuk do jenë bashk. Do të hedhim të bardhën e vezës, edhe pak duhet. Dhe do të kemi kujdes që mos dalim nga anët e pjatës, por t'i japim një formë kube të lehtë, aty brenda pjatës. I lëm këtu. Që nga vërtet e veçantë kjo sallata. Por, si kundër e thamë edhe përmes insertë dhe në pjesën e parë, rusët i kushtojnë shumë vëmendje zbukurimit të pjatës, dekorimit. Janë artista, janë nuk di. Të shohësh sallatat e tyre, janë, të vjen keq t'i prishësh. Më duhet edhe pak. Ma një pirun tjetër, se ndoshta më ndihmon edhe piruni t'i coptoj këto pjesët këtu. Po, ja, më ndihmoi edhe piruni. Po, se ka zirë mirë dhe kjo është. Sepse duhen copat e vogla. Ja, anvisat mund t'a grinë dhe me pirun. Pra, si që thamë edhe një herë, kemi hedhur mishin e pulës, një shtres me majonez, kërpudhat, prap pak majonez duke zvogluar sasin.
Dhe e hapim dhe rregullojmë duke rregulluar këtu anët dhe duke i dhënë një formë pak të harkuar nga anët. Dhe duke qenë se ata përdorin shumë sallata të ndryshme, majoneza sikur i lidh përbërësi dhe prandaj e kanë si përbërës kryesor. Tani kur hedhim të bardhat e vezëve, i japim pak presion duke i shtypur dhe duke i ngjeshur që kur ti marrim me lugë ose me thik në pjatancë të mos na shpërbohen për një herë, po t'i kenë një pamje të rregullt. Hedhim djathin. Djathi ka çkavalli grirë. Po. Do ta marr me dorë djathin se ndonjëherë ngjitet djathi kështu. Ja. E hapim dhe djathin. E ngjeshim. Dhe tani na mbeti vetëm një përbërës. Pra, i parafundit është djathi i kaçkavall, për arsye që të duket si përfaqe, ta niveloj çik mirë, se më duket sikur se kisha mirë. Po, që kur ta marrim me lugë. Edhe në... Që ka rëndësi edhe pjata që përdorim? Patjetër, duhet një pjatë e thellë, jo direkt, po tjetë pak, prandaj unë zgjodha këtë pjatë. Tani hedhim të verdhat e vezëve. Dhe të verdhat e vezëve do t'i hapim me kujdes në të gjithë sipërfaqen. Një dy s'na paskën. Si janë thërmuar mirë, po i heqim më njane dhe... Heqim, po, se na prishat të dekorin në fund. Ja, i japim këtu dhe pak... Duhet të qëndrojmë traditës dekorimit rus. Kur të ne i fotografoj syris, na duket mirë ne. Pastaj, ja, mendoj që po mundohem që ta realizoj. E ke bërë një lule dielli, çfarë të them? I kapim anët pak rreth e qark, e heqim dhe këtë. T'jem më kështu në qëndër, ja. E ngjeshim përsëri. Dhe tani... Mos më thoj që nuk do na lejosh ta prekim në fund, se do dalë kaq e bukur. Unë do ta dhuroj të gjithën ty. Tani do të marrim patatinat, që t'jem të që do të na luajnë rolin e petaleve. Po. Kështu nga kjo anë? Po. Mund t'i vëmë kështu dhe kështu, duke patur nga një në mes. Si që janë vërtet gjethet e lule diellit, po jo të ma prishësh. Jo, i kem brapsht. E, po prandaj thash çfarë ka që s'mbahet, ja, kështu po. Kështu. Po kemi dhe ato ullinta, apo jo? Po. Kemi dhe shumë pak punë, në mënyrë që... Shumë pak punë, ja, anvisat e kuptojnë. Këtu do të vendosim gjethet, si që shikoni. Dhe brënda do të vëm ullint e zi, që do të luajnë rolin e farave të lule diellit. Tani, komplet si përfaqen brënda, ne mbushim me ullin. Me petalet mbaruan, besoj? Mbaruan. Do të mbushim komplet pjesën? Po, mund të më ndihmosh. Këto të brendshmet në këtë formë? Nga të duash ti, vëri vetëm të jenë kështu simetrike, mos jenë kështu të... T'japi përshtypjen vërtet të një lule dielli. Si duket? Shumë bukur. Ndoshta një nga pjatat hit mbi tryez që kemi zgjedhur. Rusët kanë shumë përkushtim në fakt mbi recetat e tyre. Edhe unë nuk dija këtë zgjidhje. Ja vlen të... Nuk dija këtë zgjidhje, aq të bukura ishin. Kjo është ndoshta edhe më afër asaj që ne mund ta realizojmë. Anvisave tona i ndihmojmë shumë. Këtë mendova që mund të sill diçka që anvisat në një ditë që kanë pak kohë. Nëse duket shumë larg realizimit. Mjafton 20 minuta, përbërësit i bëjmë gati, presim, i rregullojmë të gjitha dhe nuk ka asgjë. Pse jo, mos të reqim vëmendjen e të ftuarve ose të familjarëve tanë me një pjatë të tillë. Dhe sa për shijen, brenda, ju garantoj që është shumë e shijshme. Po i ka përbërësit në fakt. Kërpudhat me mishpule shkojnë shumë. Majoneza të japi shijen e ty,
e saj, ja tani, kemi përsëri ullin. Jo, kemi prap ullin sa të duash. Sa e bukur, do të servirim edhe pak supën, besoj se do jetë gati. Do ketë zirë në këtë minutash që e lam, apo jo? Ullin t'i presim në dysh. Pa bërtham, sigurisht. Po. Kështu është zgjedhja. Ja vlen, ta realizojmë në shtëpi. Shumë e bukur doli. Nuk do më, s'është nevoja. Absolutisht. Janë të gjitha farat që i ka një lule djeli. Atere, servirim dhe supën. Kjo është salata lule djeli ruse, me përbërësit që zonja Vjoca i shpjegoi dhe pak më parë, por do t'ju a lexoja edhe një herë, sepse vërtet është shumë interesante dhe shumë e shijshme. Shënojini të gjithë përbërësit e sallatës lule djeli. 300 gram fileto pule, 200 gram djath kaçkavall, 200 gram kërpudha, 150 gram ullinj, 3-4 kokra vez, 250 gram majonez dhe një kuti patatina të gatshme për të realizuar këto petalet e bukura anash pjatës. Supa borsh kazier është fiks siç ne përmendëm me atë ngjyrën e saj të kuqe. Do t'i hedhim në qendër pak kajmak ose pana, sipas dëshirës. Madje rusët kur e konsumojnë, vendosin dhe një qep të njom. Ja. Unë them që në një tryezë që kemi përgatitur në shtëpinë tona, këtë sallatën ta vendosim në mes thjesht për dekor dhe supën mund ta konsumojmë. E ke bërë tamam tradit ruse, sepse ke përfshirë edhe fetat e bukës që nuk i ndajnë kur nga tryeza e tyre rusët. Dhe të lumshin duart për të dyja recetat. Në fakt, unë do votoja për të dytën. Më pëlqeu shumë kjo receta e dytë, kjo sallata. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe ju të dashuran Visa, ju që na keni ndjekur kur përgjatë gjithë transmetimit në këndin e kuzhinës, në traditën ruse. Të falenderoj shumë. Faleminderit dhe ty Niki për ndihmën. Me ndihmën tënde mund t'i realizoj këto kaq shpejt. Shumë faleminderit. Sugjerimin tim nesër nuk e për të gatuar. Do me japësh pushim, a? Je ke pushim nesër, pa përparse. Është ditë e premte. Shkëputemi, ju e dini që recetat e zonjës Vjoca i lexoni në balkanu.com, në portalin online të News 24, në këndin e kuzhinës Villa 24 në YouTube. Klikoni, aty gjeni të gjitha videot e gatimit këtu në këndin e kuzhinës. Përshëndetemi së bashku. Mirupafshim.